Shtëpia e Admir Tafilit, të akuzuarit për vrasjen e dy vëllezërve Pietrushi, është shpërthyer me tritol gjatë natës në qytetin e Shkodrës. Fatmirësisht nuk ka të lënduar nga ngjarja, pasi nëna e Tafilit, dy bashkëshortet e djemve të burgosur dhe fëmijët e tyre jetojnë në banesën e një fqinji nga frika e hakmarrjes. Sipas ekspertove, për shpërthimin është përdorur një sasi prej rreth 250 gramësh tritol, ndërkohë që autorët e ngjarjes mbeten të panjohur. Kimet e Tafilit thekson se kjo është hera e dytë që shtëpia i hidhet në erë me tritol dhe bën thirrje për gjetjen e autorëve. Dy fëmijë për këtë jetën, edhe se që na bonën. I plak mo të shpije do në me mytë. Më shtet shpije, ma shpijt, ashtë ku shkovat, për shteti ko ashtë. Se s'ka drejtësi kërkon, pa duhet pra me vudo shtetin ne. Admir Tafili mundi të arratisej në vitin 2010, ndërsa vuante dënimin për plagosjen e ish-shefit të krimeve në Malsinë e Madhe, Prel Pietrushit, të cilin e akuzonte si vrasës së të atit Bahri Tafilit në vitin 2000. Gjatë operacionit për arrestimin e këtij të fundit, mbeti i vrarë dhe drejtori i policisë së Shkodrës Arben Zylyftari. Tafili siguroi një leje disa orëshe në tetor të vitit 2010 për të parë nënën e sëmur. Ai mundi të largohet duke përgatitur planin për ekzekutimin e dy vëllezërve, Nik dhe Gjovalin Pietrushi, në fshatin Grut të Malsisë së Madhe. Pas vrasjes ai u arrestua sërish, madje në gjykatë pranoi se i kishte ekzekutuar vëllezrit për të marrë hakun e të atit.